Duhet të dim padrejtësinë se në çfarë fazet është ose kundrejt kuj bëhet. Nëse kjo padrejtësi bëhet kundrejt Zotit, ku është hakullah, pra mohimi i Zotit, që është një padrejtësi ndaj tij, kjo e cënon besimin, pra e nxjerr njeriu nga besimi. Por nëse është kundrejt njerëzve, kundrejt kafshëve, kundrejt rrethit ku jeton, atëherë futet tek mëkatet e mëdha. Pra e dobëson, e ligështon, por nuk e nxjerr nga feja. Pra, nëse e kemi kundrejt Allahut, të nxjerr nga feja, pra e nxjerr nga besimi. Nëse e kemi kundrejt njerëzve, mund të jetë besimtar, por është gjunaqar. Po ndërkohë kur thua kundrejt Zotit, kundrejt Allahut, ka njerëz të cilët ndoshta nuk e mohojnë Zotin, po nuk i përgjigjen ftesës së tij për adhurim, nuk i përgjigjen ftesës së tij për kujtim, nuk i përgjigjen ftesës së tij çka në një farë mënyrë, pra ato që Kurani njeh si detyrime, si obligime ndaj çdo besimtari. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadithin e tij thotë: "Men qala la ilaha illa Allah khalisan mukhlisan dakhala al-janna." Kush thot me zemër, nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, ai sado vonë do të hyjë në xhennet. Kjo na hap një dritare. Ata të cilët i besojnë Allahut të madhëruar por nuk i përgjigjen thirrjes së ezanit për të shkuar në namaz, apo thirrjes për agjerim në muajin e Ramazanit, apo ata të cilët kanë mundësi për të dhënë zeqatin por nuk i përgjigjen kësaj. E rëndësishme është e mohojnë apo nuk e zbatojnë. Nëse e mohojnë, janë mohues. Pra kanë mohuar një nga kushtet që Allahu i madhëruar na ka thirrur për të besuar. Nëse nuk e veprojnë, atëherë janë gjunaqar për atë që s'kan vepruar. Sepse ne kemi shumë njerëz të cilët vinë për namazin e xumas, por 5 vaktet nuk i falin. A mund të themi që këta njerëz nuk besojnë në Zot? Për veten time unë nuk mund të them, po edhe shumica e dietarëve, apo ndoshta të gjithë dietarët nuk e thonë, sepse të refuzosh apo të përjashtosh një njeri i cili beson në Zot, i përgjigjet ndoshta jo 5 herë në ditë, por 1 herë në javë, ai ka problemet e tija në zbatimin e asaj që duket sikur ky bën më tepër padrejtësi vetes. Pra që kjo është padrejtësia ndaj vetes tij, sepse Allahu i madhëruar në fakt në Kur'anin famullar këtë na lajmëron, thotë këta njerëz i bëjnë padrejtësi vetes tij. Pra privojnë veten nga një ftesë për begati, për shpëtim, për udhëzim. I thotë një jo besimtar, i thotë Omer bin Abdul Azizit. I thotë, ai Zoti që besoni ju dhe pretendoni që ai juve ju e jep të mira, pse nuk më dënon mua?